الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالحمدلله dhe lavdërimet I takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Salavatat dhe salamat I dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam. Paqja dhe mëshira Allahut Azza wa Jall qoftë mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij sinqert besnik, edhe mbi të gjithë ata që pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar xhamat, të nderuar vëllezër, jemi edhe më tej tek cikli I ligjëratave, këshilla nga urtakët. Jemi tek këshillat e Aliut radhiyallahu an. Këshilla e radhës ka të bëjë lidhje me 5 këshilla, të cilat këshilla me lejen e Allahut Azza wa Jall na bëjnë neve të lumtur këtë botë dhe botën tjetër. Thot Aliu radhiyallahu an: "Khudhu minni hadhihi al-kalimat al-khams." Merrni nga unë këto 5 fjali. Pastaj thot: "Wa innakum wallahi law rakibtum al-matiya litusibuha ma asabtum ose ma adrektumuhun." Tha Aliu, edhe nëse keni mi hyp devës me marrë rrugtim të lartë për të gjetë këto 5 këshilla, nuk keni me ashillu ose nuk keni me gjetë këto këshilla diku tjetër jashta tek unë. Atëherë Aliu filloi me I citu cilat janë këto 5 këshilla. E para tha: "La yarjuwanna abdul mu'mini illa rabbahu." Mos të shpresoje robi në asë këtë tjetër pos në Allahun Azza wa Jall. Në 2, "Wala yakhafanna illa dhanbahu." Mos të friksohet askuj tjetër robi përveç se gjunahit vet, mëkatit vet. Në 3, "Wala yastahyi idha su'ila amma la ya'lam ay yaqula la a'lam." Mos I vjen e marrë njerit, insanit, robit, kur pyetët për diçka që nuk e din, me thonë se valla s'pe di. E 4, "Wala yastahi an yata'allama idha lam ya'lam." Mos I vjen e marrë turp robit nëse nuk din diçka me mësu ato. S'ka marrë me thonë që këto s'pe di valla edhe s'pe mësoj. Nuk ka marrë me thonë hoxhës këtë sure s'pe di apo ma mëson e ka hoxhë. Nën 5, "Wa inna sabra min al-imani bimanzilati ar-rasi min al-jasad." Tha Ali radhiyallahu an, alayhi salam, se përket sabrit thotë raport me imanin është sikurse raporti I kokës me trupin. Kjo këshilla është e Aliut radhiyallahu an, këshilla e veçantë dhe normalisht këshill me plot porosi dhe mësime. Tha pjesa e parë, tha: "La yarjuwanna abdun illa rabbahu." Mos të shpresoje robi diku tjetër pas në Allahun Azza wa Jall. Se përket kësaj çështje është prej çështjeve të besimit. Shpresa në Allahun Azza wa Jall. Dhe këto e përsëritmi spaku 17 herë ose me sunete gati 34 herë, 35 herë në surën Al-Fatiha: "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." O Allah, vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm tek ti mbështetemi. 34 herë brenda natës dhe ditës kush I fal 5 vakte, mas pak ti thot: "O Allah, vetëm ty të dedikoj këtë namaz dhe vetëm te ti mbështetna." Me fjalë shkollaj mi thon Zotit kështu, ama nuk është lehtë me praktiku jetën e përditshme. Në Islam, mbështetja në Allahun Azza wa Jall është prej adhurimeve të zemrës dhe është burim I çdo të mire. Nga se momenti kur robi mbështetet e njerëzit e zhgënjejnë, njerëzit e mashtrojnë, e lojnë gjystë udhës, dhe ky zhgënjim I njerëzve e bën robin që mu ndi kesh mi ngushtu gjoksi. Për të arsye Allahu Azza wa Jall ka thonë: "Alaysa Allahu bikafin abda." Çka puna me njerëzit?
A thua vallë, Allahu nuk i mjafton muslimanit që muslimani mi mbështet Zotit? Jetën e përditshme të ndëruar xhamat lejohet në gjëra që njerëzit kanë mundësi me të ndihmu, lejohet më mbështet në ta. Për shembull, e kom nis këtë projekt, këtë punë, se kom besim të filani, mbështetna të ai pak. Ai s'u mlen lloç. Nëse dështojmë bashkë, nëse fitojmë bashkë. Ose për shembull, nuk i kerr, edhe e kini shok të mirë, një kojshi të mirë, edhe thu, edhe nëse smuna, më ka plën smunja, kom nevojë për me marrë infuzion, e kom shokin tem, veç ja cin grati, ja çoj një mesazh, ai më njëherë nuk priton. Kësi raste lejohet më mbështet të njerëzit, po edhe kësi raste duhet më mbështet me masë caktume. Nëse të kalumën ka qenë zorë mi besu njerëzve, nëse të kalumën ka qenë zorë më mbështet të dë njeri, sot ala ma zorë është. Ka hu besnikëria, personaliteti muslimanit u zbe, karakteri insanit u zbe, interesi u shpërhap me të madhe mjesin e njerëzve. Andaj kujdes, mos u mbështet në rast kalpt. Kujdes ku po shkel, se pastaj zhgënjehesh, edhe ki zhgënjem dështon edhe t'jep me të ngushtu zemra. E Allahu thot, elejsa Allahu bi kafin abde, çka po i zgurgullon në njerin syt ka njerëzit. Pse po mbështetesh te njerëzit, as ata s'mujten me i bo çfarë vetit. As po të njafton Allahu tyja. Andaj mbështetu te Allahu azza wa jall, nga se wa me yu'min billahi yahdi qalbe. Allahu ka garantuar se ajo zemër e cila kthehet ka Zoti, i mbështetet Zotit, i beson Zotit, Allahu ka me forcuat zemër. Sahabët radiallahu anhum e gjmajin të ndrua vëzër, kur kanë luftu me mbrojt fejnë e vetë, nderin, vendin e vetë, gjakin, familjen, pasurin, kur nuk e kanë këthy kryet me këshyrë mbrapa sa ushtarë jënë edhe kanë masa mbrojtëse. Për të parën e kanë qitën, mu mbështetë Zotin. Ta ne i kanë marrë se bepët. Mirë për normalisht, edhe përgatitja është pjesë e sukseset e fitores. Për të arsye, kur dashti dikush me i dobësu musliman, sahabët çka i tha? Inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Thonë, njerëzit ju kanë rrethu juve, s'kini kam janë bajt, anaj rujuni, friksoni. Fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Në vend se këta të zbrapseshin, të friksoheshin, të dobësoheshin moralisht, ju shtu këtyve imani dhe thanë, Allahu na mjafton neve sa mbrojtësi mirë o Zoti, të ajna po mbështetmi. Kem min fijetin kaliletin e galebet fijetin këthiratan bi idhnillah. Allahu thot, sa grupet njerëzve me numrat vogël kanë fitu ka shi grupet të mdhaja të njerëzve me çka? Duke u mbështet në Allahun azza wa jall dhe me izën e Zotit. Këtë njerëzit që janë dakord me buni punë të mirë. Këtë njerëzit që janë pozitiv. Demokracia ka bo sharr mesin e njerëzve. Ja ka dhonë mundësin gjithkujt me çugisht. Gjithkujt me shkrujt. Andaj demokracia është e dëmshme. Për të arsye, sa njerëz të mirë, 2 vete bojnë një plan, 3 vete bojnë një plan. Kryet puna, dërsta marrin vesh njerëz të këqij, aja kryet. Për të arsye kanë thënë ulemaja, kur dush me bojnë një punë të mirë, sa ma pak njerëz me ditë edhe sa ma fshat më konë. Jo mu tut për njerëzve, ama qatë shumë ju në smu zemrët, qatë shumë ju ligësu zemrët, u bozor me kryer një punë mirë. Për të arsye, Allahu kërkon prej neve që na ti mbështetemi me Zotit, e që këtë fjallën iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, vetëm ty o Allah të adhurojmë, këtë gjumon, këtë namaz të dedikojmë vetëm ty edhe askuj tjetër, edhe vetëm të këti në gjami, jashta gjamis, në punë, të këti në shpe, vetëm të këti ja Rab, mbështetemi, e që këtë bindje, Allahu azulër kërkon prej neve që me përdor. Gjithashtu prej çështjeve që ka folë edhe për to pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allah, për ka thonë i dërguar Allahut, ai i cili vendos shpresën te Zoti, mbështetet te Allahu, Allahu do ta
udhëzoj rrugë të drejtë dhe do të largoj frikën. E ke nisë një punë me bu. Edhe normalisht analiza jote e përditshme del matematika që kjo punë s'ka më kry. Për shkaqe rrethana të ndryshme. E para çka duhet me ditë është a ki jetën e pastër. Vete vetën, po valla çështu është, pastër e kom. A je i sigurt që ju ki mbështet Zotit? Po. Vazhdo krye punën. Kryet puna. Deshtën shumica apo nuk deshtën. Kjo është ligji i Zotit. Se e vërtet e kanë erë mundet me qenë pakicë, ngishta, numra të caktuar. Andaj mos u rreshto tek shumica se ka mundësi me qenë në gabime fatale. Për të arsye, shpresat e njerëzit, mbështetja të njerëzit pa kontroll, krijon te njeriu varësi emocionale dhe pastaj zhgënjim. Para mendoj një njeri që i besu shumë, ju mbështet ai 10 vjet, edhe i ki prish raportet, edhe ka sekrete që veshti ai edhe Zoti i dini. Sa njeri bjen siklet pastaj, po ma qëtë këtë sekret, po ma qëtë atë sekret. Pse? Sukun binja dhe mbështetja shoqërore që duhet. Ndërsa shpresat e Allahu Azza wa Jall. Mbështetja në Allahun Azza wa Jall ofron qetësi shpirtërore dhe krijon rezistencë gjigante ndaj presionit shoqëror. Për atë arsye, edhe psikikisht përgatitesh, edhe moralisht je më i përgatitur, edhe aspektin e besimit je i palëkundur. Pse një jetë ka qenë mirë, ka qenë caktimi i Zotit, nuk bof puna, elhamdulillah. Është një tregim edhe një mësim për ata që kanë kundërshtu, nëse zbohet puna, se vapin e kit plot të Zotit. Argument e goç sa dush. Ka thonë Zoti në hadithin kutsi, men hamma bi hasanatin, kush e bon një jetë me bon një punë të mirë, e ka bo planin, e ka nisë punë me mirë, pa prapavi, edhe s'ka mundësi, dalin rrethanat, njerëz prokollat, këshi, prishet plani, kështu më radhë, ose smush, ose des, ose samrim buxheti, se ki planifiku mirë, po që ndodh, thot Allahu te Zoti e ka se vapin e plot, Allahu akbar. Kjo punë sukuri hyç, ka me të gjysë, as 30% sukuri, po një jetë jo të mirë, që e ki bu për Allah, ta Allahu shkruhet sukur se e ki bu punë e plot, do të plot. Po nëse e kryen, shpërblimi deri në 700 fishe dhe deri me pa kufi. Kështu është kur shpreson edhe lidhesh me Allahun Azza wa Jall. Dhe normalisht shpresa dhe mbështetja në Allahun nuk kupton që i ki çu durt, i ki laj durt, do thot raport me këtë botë. I ki laj durt raport me njerëzit edhe me dunjan. Për arsye tha Aliu, la yarjuwanna abdun illa rabbahu. Mos shpresoje robi ndiku tjetër apo ndik tjetër pas në Allahun Azza wa Jall. Nga se nëse arrim të ndruar xhamat me kultivu këtë parim, edhe këtë çështje kemi arrit që me forcu besimin, edhe me rregullu shpresën dhe mbështetjen tonë te Allahu Azza wa Jall. Kemi fillu me i reduktu emocionet negative dhe dëshpërimin që mund na vjene eventualisht nga njerëzit. Gjithashtu, shpresën e Allahut dhe mbështetjen e Allahut promovon durim, qetësi shpirtërore dhe ta bën tyje që me qenë ma gjak ftoft, ta bën tyje që me qenë ma i përpikt në punën e jetës së kësaj dunjaje. Këshilla e dytë tha, wala yakhafanna rabbun abdun illa dhanbahu. Tha robi mos i friksohet askujt tjetër pos robit të vet. Për çfarë frike e ka për qëllim Aliu radhiyallahu anhu? Ka lloje të ndryshme të frikave. Ka frikë që duhet me jutut vetë Zotit, askujt tjetër. Ka frikë që duhet më rujt nga sherri i saj. Edhe kjo frikë është kur ti tutesh nga gjunat e tua. Që do thot, mos ja drejto gishtin kërkujt për dështimet në jetën tënde. Gjithmonë drejtoja gishtin vetvetes. Fajsoje vetvetën pse dështova këtë pikë. Nga se dështimi është shkollë e madhe për të mësuar. Mos suksesi është një rrugë e cila të bën ty të vetëdijshëm edhe më të qellë. Vetëm ata që mirën me biznes tregti, që kanë punë me njerëzit që 30 vjet, 50 vjet, 20 vjet dikush,
edhe vetë ato sa herë ka dështu një jetë. Ka mundësi më shumë ka dështu se ka pas sukses. E pse tash është i suksesshëm? Për shkak se nuk e ka kthy kryn mbrapa, e ka llogarit dështimin, mos suksesin mësim edhe avancim të para. A dini që më shumë mëson ai i cili dështon se ai i cili ka sukses. Pse? Ai i cili ka sukses ka mundësi me qyt në dyzen. Edhe më nuk u lodhet me kalkulu. Ai i cili dështon e merr një fletë barë edhe e pyet veten, cilët janë arsyet pse unë dështova në fakultet? Cilët janë arsyet pse unë dështova jetën martesore? Cilët janë arsyet që unë dështova në biznes? Kur i radhit arsyet e para, e dyta, e treta se t'i bin mend, fillon nga nesër këto gjëra mos me i praktiku. Pse? Po të çojkan aty ku s'duhet. Bojnë ty me dështu. Për të arsye, frika nga mëkatet duhet me qenë evidente vazhdimisht në jetën e besimtarit. Çka ta bën dora jote, s'ta bën kurkush hiç. Çka ta bën gjua jote, s'ta bën kurkush hiç. Çka ta bën zemra jote e keqe, kurkush s'ta bën. Për të arsye tha Allahu Azza wa Jall: "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Çdo gjë që ju ndodh jetën e përditshme, çdo problem, fatkeqësi, sprov, Allahu thot këto e keni për shkak se keni punu kesh diçka. Për shkak se u dash me prek një brav që s'u dash me prek. E ke prek një punë që s'u dash me prek. Ja ke nis një punë që s'u dash me nis. Ji përzi një punë që s'u dash me përzi. Sukona jotja. E ke shtyri kryet kur s'u dash me shtyri kryet. Për të arsye Allahu Azza wa Jall na ka treguar që duhet me ju friksu gjunave më shumë se sa shirrët e njerëzve, nga se normalisht nëse na ju friksohemi gjunave, kena me juruj gjunave, kena me ikë për tyre. Njëra për elementeve që sot i prish familjet, i prish njerëzit është gjunahat me gjuhë. Të ndëruar xhamat, gjuha është një copë mishi. Ama që shtot i bunkaimi kaner është ma e presë se sa shpata. është ma rund se sa plumi, se sa tehu i shpatës, se bon shërë ma shumë. Njeni kujt plagosët, i mjekohet plaga dhe shnoshët dikur. Mirë për kur ta thot dikush një fjallë të keqe, edhe nëse ja bon halal pak mu prish ma ato dhe një herë, veç kur ta prish që kimi ja njerë refal lafësh këtë i ka thonë. Po të jam a bon halal, thot vëllat ta kombu halal, po s'pi harroj ke njeri fjallë të këqia. Ta kam shu dikush një thupër, dikur, mirë po e ki arrut, ka kalu dhim të ki arru. Ama fjalla keqe nuk arrut. Për të arsye ka thonë Ibn Mesudi, nuk ka gjymtyr në trupin e insanit që meriton thullus sijnë, burgim përjetshëm se sa gjua. Se me gjuhë njeri hin xhenet, përmes gjuhës hin xhenem. Me gjuhë njeri rregullon raportin familjar, me gjuhë e prish raportin familjar, shoqëror. Andaj ja ki me fol mirë, ja ki me fol keq. Kush e ka gjuhën në rregull, këtë e ka definu pejgamberi sallam, men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Ai cili beson Allahin dhe ditën e gjykimit, për në me ç'është duhet, ose le të fole mirë ose le të heshte. S'po të pëlqen muhabeti çka është u bë. Ka shansa me sulmu filanin, ma mirë hesht. S'ki me fol mirë, hesht ma mirë. Andaj tha pejgamberi, ose le të fole mirë ose le të heshte. Edhe na kena problem. Janë si besojmë Zotit sa duhet, ja kena defekt se si na to e përcetu drejtit në gjykimit. Gjithashtu, kur na i friksuemi gjunave, kjo frikë na bën neve që ta kemi vetveten në farforme vet kontroll. Nga udhësia e Zotit të ndëruar xhamat është se ilumi Allah ka kriju insanin me epsh edhe me nefs. Dhe normalisht na ja kena mi bue gjunave për shkak epshit, ja për shkak nefsit. E tash Islami nuk ka ardhur neve me na shtyp epshin, edhe me zhdukse, nuk është normale. Por çka me i kanalizu punët, me mirë menaxhu epshin dhe nefsin. Andaj kur na friksohemi prej gjunave në farforme, kemi filluar me marr veten në vet kontroll. Kemi filluar me marr gjuhën kontroll para se me fol. Kjo fjalë që po flas është Allahu i kënaqur ajo. Për të arsye kanë thonë të parët tonë, nëse do me jetu faqe bardh,
as qepallët e syve mos i livrit pa pas argument, as qepallët e syve mos i livrit para se me vetën kjo lëvizje e qepallët syve, kjo shikim që përbëj une, a është Allah i razi, as është. Si të është razi, qoj sytë, si mos është razi, ulli sytë. Nuk është letë. Gjithashtu, pejgamberi alayhis salam na ka kallëzuar edhe metodologji praktike, që na më umbrojnë nga gjunohet. Para mendoni, ka doa special kur dil shpishpijës, Bismillah tawakkaltu ala Allah. Dola me emrin e Zotit, ju mbështeta Zotit. Wala hawla wala quwwata illa billah. Nuk ka ndryshim gjenjeve pas me forca Allahut. O Allah, mos umlet bona sebeb që dikush për shkak kësaj dalje teme pi oborri pi shtëpisë me deviju. As mos umlet që dikush me deviju mua me fjalë dhe me vepra. Allahu akbar. Me bo bismillah kur dish pi shtëpisë, edhe me bo këtë dua, me mbështet Zotit, me thonë o Allah, dola me pini kafe me filanin, o Allah, mos u bona une sebeb që kjo dalje, kjo kafe me ta i me lajti pi rrugës tonde. O Allah, nëse folin do një fjallë jo të mirë, mos e le me ndiku taj. Ama mos le që kjo dalje për i shtëpis teme, me mbu mu këthy devju më shtëpi. A dini sa njeri del burimir për shpijes, edhe prish moralin dhe burnin, për një mshjelje të synit, për një mesazh dikujt, edhe për një joshje e pshore. Ka dal faqebardh, 20 vjet martese ka tratu një qahin, ka dal shumë mire, ka përcjell gruaja si zotni me parfym me teshat lame, ja ka bo bukën kje zotnia me një kafe del edhe shet vetën moralin e vetë. Çka ka bo u knash 5 minuta dhe ka shkatru jetën. Ka dal faqebardh, u këthy haramxhi pi shtëpisë. Allah na rujt. Në shtëpi, për arsye duhet me pas kujdes. Kur s'ka garancë që s'ka me deviju, pasha Zotin e madh. Qatë shumë ju mbo rrugët e devijimit mëdhaja, u bo zorë dhe hoxha me ka push me shpëtu nga harami. Ka arë ku e fështirë, i lumi aji që del faqebar pi oborit shpijës dhe kthehet faqebar. I lumi aji për veti dhe i lumi aji gru që e ka këtë burë. Gjithashtu doaja dhe lutja dhe dikri. Të dërua dhezër, neve shejtanis në legohet as një minutë. Kur dirë që pazare kini shejtan me veti, mas shumë të shejtana kush ka? Gruja e cila dele zbukuruar dhe zbulume. Pse ga hoqë? Se gruja është avaret, është prove ronë për burin, o zjarë. Shejtani i mallkuar i bon presion ma shumë grujës, mu shminka të sa burit. A del buri i shminku më vështë një që ka i tripa. Po është nalë. Gruja ma dhe vogël e re, a dhe me përshkojmë të ma minikësi prej t'i li pak sytë. Po shko me la ato deksit bilin. Ti li pak bus në kjerë. Që lia pasyrën. Bus bilin ti. Te doktori s'ban me hiq ashtu o burë. Për në me ha? Një kësi po shkon me morë. Flama, po do me dek. Virusi për goja sa se ka dalë. Në pasyrë ati. Vek. Hez me mirë infusionin. Le pasyrën. Kanë dek burët. Ama problemi është që shmelon temën pa u li. Plot për shof lima ka hoqë. Pi rezit i syt, subhanallah, tu dek i bje, mend harami. Qështu është puna e insanit? Maziko ka qëtu puna e insanit, du të me bo doa, o Allah, forsoja këtë zemër. O Allah, kur dal për shpijës më ruj nga harami. O Zot, mos më kurit. Një dhe, me një gjemat po foli, po ka zonë një hoq i klinës, e kom pas shok Medine, pe pyt një hoq plak adekaj, hafaz i drisë dërmak, po Allah e më shiroftë. Edhe tha pi thom, sukur a ka hoq. Allah gjithi Allah më shiroft, 90 vjet ka jetu vëllaj, shumë. 70 vjet përvoj punë me xhamat. Tha pi thom a ka hoq i ki bon 90 vjet, 80 vjet, ose haj 75 vjet stazh si hoq. Unë jam hoq i ri, kallzoma një këshill. Tha bona men, me më thon ka thon pejgamberi, ka thon ki, ka thon ai. Edhe vesh po më shirën drejtësinë, tha. Po apo tha jeni hoxhallar të ri, mos u kuritni. Mos u kuritni. Edhe tha se zgata muhabetës, si të sham i thonë, vesh mos u kuritni, kur gjusëm tha ma shumë. Kjo punë është e gatë. Nuk është let me jetu si musliman. Nuk është let me jetu si hoxh. A pisheni kanar rrethanët, qatë shumë kritike, Allahu Akbar. Pasha Zotin e madhë, zorë është pa u përly. Kina hi me një duvar,
përpara keni po ka pas kapigjika me çirpik, s'ka pas derë, po kun çka shumë i ngushtë. Për me hi me dal se migja u dash më kthy kështu prapë. Me pasi unë në atë koshti, s'u ke zonë. U dush ke me hi kështu se u preke rroba, teshet u përlyshin, çështu ka arku sot. Boni dua për veten e juaj, për gratë dhe familjen dhe çikët e juaja. Boni dua se u bë zor pasha Zotin e madh u bë zor. Mazi ka arë puna të shku të doktori e dekt me pas vakt dhe mi shku menja në pasyrën kërë para se me dalë me moni injekcion, infuzion, mi li buse që pikte me li pak me punov, mazi qëto i kina pru punë më zë për neve. A dhe pejgamberi sa më ka thonë të ka kiameti kur shkojmë, çdo vit që vjen mas atij viti që kena lënë mas është më e keq se tjetri. Kanë marrë net të erta, unë s'po du më jutut. Ama mi abo me dije që nëse jemi të shku për ne me ka kiameti, Allah e di më mirë, nuk ka më konë punë letë. Nuk ka më konë punë qash letë në dizen. Për para njoj me bo një gjuna u da shumë mu strehu. Shumë me pas medikamente. Shti ka dalë televizori, rrjetet sociale, gjunaja është në ondë. Andaj amanet e keni, o burra, familjen juaj, gratë, amanet e keni vajzët, amanet e keni djemë, ti e timoni i shpis, ti e i cile u thesh familjen, ka me të pitë lumi Allah për qatë internet që e kindu, ka me të pitë lumi Allah që shpër shpërzuat interneti, ka me të pitë për televizorin, ka me të pitë për derën e shpis, për pragun e shpis, kullukum ra'in, o kullukum mes'ulun ar-ra'iyatihi. Ka thonë Pejgamberi, çdo kush për ju është bari, i kopes, i shpis vetë, i lumi Allah kam ju marrë më pyetje një ka një. A ki pas dertin e grujës? A ki pas dertin e qikës? A ki pas dertin e djalit? Na kanë dalë për dore, pobra na kanë dalë për shofmi. Po me ngritve pak zonin, me di që ajo shtëpi ka burr, me di që ajo ka shtëpi udhëhec, edhe me di që ajo shtëpi apo ajo shtëpi i shkon vjallë. Pra duhet me ngrit zonin, edhe normalisht nuk duhet me heshtën kërsi gjunave që buhen në familjet tona. Andaj duhet me ju friksu gjunave tonë, edhe nuk duhet me shpresu të njerëzit, po duhet me shpresu të Allahu Azza wa Jall. Për 3 këshilla të Aliu tjera, inshallah folmi në ligjëratën e ardhshme. E lu Zotin e Madh që Allahu të na vendosoj ta kuptojmë se sa i keq është gjunaji. E lu Zotin e Madh që ta përmirësoj gjendjen në familjet tona, gjendjen morale. E lu Zotin e Madh që të na ruaj moralin, spalin vetët tona, pastaj familja edhe në shoqërinë tona. Zoti të mos mirë, alhamdulillahi rabbil alamin.